Verdiktet e para të kategorisë së dytë sa i përket ngjitjes në kategorinë e parë janë dhënë javën e kaluar me Ilirin dhe luftëtarin që kanë siguruar vendet e tyre mes profesionistëve duke fituar në grupet përkatëse. Tashmë nisi faza play-off e turneut mes 4 skuadrave nga secili grup, të cilat luajnë mundësitë e tyre për të rivalizuar me ekipet e kategorisë së parë për një vend në edicionin e ardhshëm. Të gjitha sfidat u luajtën njëkohësisht gjatë kësaj fundjave dhe patën shumë rivalitet, pasi përfshihen ekipet të cilat në një të kaluar jo shumë të largët kanë qenë pjesë e kategorisë së parë dhe duan të kthehen përsëri atje. Ndeshjen e parë Oriku e ka patur në shtëpi ku priti skuadrën e Butrintit të Sarandës, takim ky i cili përfundoi me rezultatin 1-1. Butrinti kaloi pari në avantazh në minutën e 75 me Cordoba, ndërsa në minutën e 89 në frymën e fundit barazoi Oriku me Leshin. Vlen të theksohet gjithashtu se skuadrat pritëse ishin të favorizuara edhe nga faktori fush dhe formula e kampionatit dhe ja kanë dalë që të kalojnë kështu më tej për të vazhduar gjysmëfinalet e play-off, të cilat përcaktojnë edhe kush do të ndeshet me skuadrat e kategorisë së parë. Në grupin A, Luzi ka mundur me shifra 2-0 Velechikun dhe në fazën tjetër do të ndeshet në fusha Asnjanse me Sopotin, që mundi me të njëjtat shifra Tërbunin. Ndërkohë, si kundërtham, situata në grupin B ishte më dramatike në duelin mes Orikut dhe Butrintit, ku miqt e pan veten në avantazh dhe u arritën vetëm në minutat e fundit nga vendasit për barazimin 1-1, që në bazë të formulës ndihmon ekipin e Orikut. Oriku do të ndeshet në fazën tjetër me Tomorin, që mundi me rezultatin 2-1 Devollin.